Hana po pastronte varrin e së bijës kur ndëgjoi një zhurmë të frikshme që vinte nga varri. Ajo që ndodhi më pas nuk kishte vetëm tronditëse, por zbuloi edhe një sekret të errët që do t'ju zemëroj. Kur vajza e Hanës Fatima ndroi jetë, ajo u varos para perëndimit të diellit, sipas zakoneve fetare të burrit të saj. Edhe pse Hana nuk ishte veçanërisht fetare vetë, për dashurinë dhe respektin ndaj burrit të saj, ajo nuk kishte kundërshtime që vajza e saj të ndiqte hapat e tij. Kjo situatë u përsërit, por me një kthes të vogël kur Fatima përfundoi duke u martuar me Etanin, dikë që ndante të njëjtat vlera jo fetare si Hana. Fatima dhe Etani ishin çmendurisht të dashuruar me njëri tjetrin dhe për këtë arsye, edhe pse Etani ishte i shkatëruar nga dhimbja, ai arriti ta baroste të shoqen në mënyrën që e dinte se ajo do ta kishte dashur. Kur Etani e takoi për herë të parë Fatimën, ishte jashtë një restoranti luksos. Etani i kishte probleme me makinën dhe për shkak të dështimit të frenave, ai humbi kontrollin dhe u përplas me makinën e Fatimës, pikërisht kur ajo po futej në parking. Edhe pse e dinte se nuk mund të mbulonte shpenzimet e riparimit, ai ofroi Fatimës të paguante për dëmet. Ai pranoi që nuk mund t'i paguante të gjitha menjëherë, por ishte i gatshëm të arrinte një marrëveshje. Por në vend që të zemrohej, Fatima e la të kalonte dhe e riparoi makinën vet. Disa ditë më vonë, të dy u takuan sërish në një dasmë të disa të njohurve. Fatima e kërkoi dhe nisën të flisnin. Biseda ishte mrekullueshme dhe dukej sikur njiheshin prej kohësh. Ata padyshim kishin një kimi të fortë, kështu që kur Etani e pyeti nëse mund ta ftonte në një takim, ajo pranoi me kënaqësi. Të dy nisën të mësonin më shumë për njëri tjetrin dhe Fatima mësoi për biznesin e vështirë të Etanit. Duke qenë trashëgimtare e një kompanie të madhe shumë kombëshe, Fatima përdori ndikimin e saj për t'i siguruar Etanit një punë me pagesë të mirë. Babai i saj nuk e aprovoi lidhjen e tyre, pasi mendonte se Etani nuk ishte mjaft i mirë për të bien e tij dhe refuzoi kur Etani kërkoi dorën e saj për martesë. Por çifti nuk u dorëzua dhe kur babai i Fatimës pa se sa shumë e doni njëri tjetrin, më në fund dha pëlqimin e tij. Tani Fatima ishte larguar nga Etani, ishte i dërmuar, duke u mbyllur në shtëpi me djalin e tij 2 vjeçar, Xhamalin. Pas varrimit të gjithë u larguan nga varrezat përveç Hanës. Gruaja e moshuar qëndroi disa orë të tjera, duke dëshiruar me dëshpërim që asgjë nga kjo të mos kishte ndodhur. Hana jetonte disa qindra kilometra larg familjes së bijës, por pas varrimit, ajo vendosi të kalonte disa javë me Etanin dhe nipin e saj për t'i ndihmuar të përballonin dhimbjen. Kur u largua nga varreza, ajo shkoi në apartamentin e dhëndrit të saj. Kur arriti aty, gjeti shtëpinë të kthej përmbys dhe Xhamali i vogël po qante, por i ati dukej i pandjeshëm ndaj lotëve të tij. "Oh, i dashuri, babai të la vetëm apo jo?" i tha ajo, dhe se e mori në krah nga dyshemeja. I ndroi pelenën e ndotur, i bëri një banjo dhe më pas e ushqiu. Fëmia u qetësua dhe shpejt ra në gjumë. Hana e mbështolli mirë në krevat dhe u kthye në dhomën e ndenjes. Etani ishte ende i habitur. Ajo kontrolloi të gjitha dhomat dhe më në fund e gjeti atë të shtrirë në mes të studios, mes shisheve bosh të alkoolit. Ajo e shkundi derisa më në fund u zgjua. Ai ul i lodhur dhe fërkoi sytë e kuq të përgjakshëm para se të gromësinte me zë të lartë. "E kuptoj që sapo ke humbur dashurinë e jetës tënde, por duhet të mblidhesh. Dikush duhet të jetë aty për Xhamalin", këshilloi Hana, edhe pse ishte pranë lotëve. Ajo e dinte që duhej të ishte e fortë për të gjithë. "Më fal, Han, por është shumë e vështirë pa Fatimën. Ende nuk mund ta besoj që ajo ka ikur për gjithmonë", u përgjigj Etani e lot në sy. "E kuptoj, por duhet të jesh i fortë për Xhamalin. Unë do të pastroj shtëpinë dhe kur të kem mbaruar, dua të jesh larë, veshur mirë dhe pastaj do të ulemi për darkë", tha ajo dhe mori shishet e mbetura të alkoolit larg tij. Hana filloi të pastronte shtëpinë dhe të gatuante. Kur mbaroi me darkën, thiri Etanin poshtë, por ai nuk mund të hante asgjë. Dhimbja e tij ishte ende e freskët. Pas darke, Hana i tha dhëndrit të saj, "Nesër do të shkoj ta vizitoj varrin e saj." Etani u përgjigj thjesht, "Do të çoj unë." Ajo ishte fundi i bisedës së tyre. Të dy shkuan në shtrat, por Hana nuk mund të flinte. Ajo kthehej nga njëra anë në tjetrën në shtrat,
ndërsa kujtimet e së bijës së ndjerë e shqetësonin mendjen. Të nesërme në mëngjes Hana u zgjua herët dhe shkoi te vari i së bijës. Nuk kishte ende një gur vari, gjethet ishin shpërndar gjithandej dhe lulet mbi var ishin vendosur në mënyrë të çrregullt. Hana nisi të mbledh gjethet rreth varit dhe I vendosi gjithçka në një grumbull, pastaj nisi të rregullonte lulet. Ajo ishte pothuajse duke mbaruar kur ndëgjoi disa tinguj të dobët, e trembur. Ajo shikoi përreth, por nuk pa askënd dhe asgjë. Ajo vazhdoi të pastronte, por sërish ndëgjoi tingullin. Ajo ndaloi atë që po bënte dhe përpiqej të ndëgjonte më me kujdes. Tingulli dukej se vinte nga brenda varrit. E tmerruar, Hana nxitoi drejt stacionit të rojeve. Ju lutem, më duhet ndihmë. Ndëgjoj zhurma që vin nga varri vajzës ime, I tha ajo rojeve që ishin në detyrë. Rojet e shikuan dhe tundën kokat. Zonë, duhet të jetë gabim. Sot ka erë, ajo që ndoshta keni ndëgjuar është zhurmë e erës. Ju lutem, po ju përgjërohem, tha ajo me lot në sy. Jam e sigurt se tingulli po vjen nga varri vajzës ime. Nëse mund ta kontrolloni për mua, do të ishte më se e gatshme t'ju paguaj për mundin. Rojet me përtesë e ndoqën drejt varrit. Ata gjithashtu ndëgjuan mërmërimat të dobta që vinin nga varri dhe nisën të gërmojnë menjëherë. Pas disa kohësh, ata hapën varrin aq sa për të arritur arkivolin dhe nxorën trupin e Fatimas. Për habin e tyre, kuptuan që Fatima ishte ende gjallë, megjithse merrte frymë me vështirësi. Ata thirrën urgjencën dhe një ambulancë e çoi Fatimën në spital, ku ajo u ringjall. Pasi kryen analizat, mjekët gjetën helm në sistemin e saj. Hana ishte e tronditur nga lajmi. Kush mund ta kishte helmuar vajzën e saj dhe pse? Fatima nuk kishte armiq, pavarësisht se punonte në një industri të pamëshirshme. Pas disa orësh me vajzën e saj ende të lodhur, Hana vendosi të kthehej në shtëpinë e Fatimës që të përgatiste ushqim dhe ta çonte në spital. Kur arriti në shtëpi, gjeti Etanin që dukej më I kthjellët dhe po bënte gati çantat. Ku po shkon Etan? E pyeti ajo, e habitur nga ndryshimi I papritur në sjelljen dhe energjinë e tij. Për një moment, ajo harroi që në fillim kishte dashur t'i tregonte se Fatima nuk ishte e vdekur. Të qëndruarit këtu e bën më të vështirë për mua, kështu që do të largohem nga qyteti për disa kohë me Xhamalin. Do të qëndrojmë te nëna ime derisa të mblidhem sërish, ju përgjigj ai. Është një ide e shkëlqyer. Shpresoj që gjërat të shkojnë ashtu siç dëshiron, tha ajo, duke ndjerë keqardhje për të riun. Si shkoi pastrimi? Duket se jam mjaft e lodhur. Më lërë të derdh një gotë verë, ndërsa unë bëj gati darkën, u përgjigj ai. Hana ul në tryezën e kuzhinës, ndërsa Etani u mor me hapjen e një shisheje vere pas saj. Për një arsye të çuditshme, intuita I tha asaj të shmangte t'i tregonte dhëndrit të saj se shoqja nuk kishte vdekur të paktën për momentin. Ajo nuk e dyshonte atë përndarjen, por ndjente se duhej të ishte e kujdesshme. Për momentin, I vetmi person që mund të besonte ishte vetvetja. Në atë moment ajo mori telefonin për të thirrur burrin e saj, por pa reflektimin e Etanit në ekran. Ajo që pa e shokoi në thelb. Ishte e shkurtur, por e pa atë duke hedhur diçka në gotën e saj përpara se t'i derdhte verë. Për të mbrojtur veten, ajo ngrit sapo ju afrua me verën dhe qëllimisht u përplas me të, duke bërë që gota të binte dhe vera të derdhej kudo. Më fal, më lërte të ndihmoj të pastroj këtë rëmuj, ofroi ajo. Jo, mos u shqetëso, shko dhe pastro. Unë do të kem gati një gotë tjetër për ty, derisa të kthehesh, ju përgjigj ai. Hana bëri sikur doli nga dhoma, por në vend të kësaj u fsheh pas derës. Ajo nuk mund të besonte atë që po ndodhte para syve të saj. Pse do të përpiqej dhëndri I saj I dashur ta helmonte? A do të thoshte kjo se ai kishte diçka të bënte me vdekjen e Fatimës? Po, ajo ishte gati të zbulonte. Nga vendi I saj I fshehur, Hana e pa qartë teksa Etani hedh diçka në gotën me verë sërish dhe këtë herë ajo e kapi gjithçka në kamera. Ajo priti derisa Etani të dilte nga kuzhina. Pastaj mori gotën e verës dhe hodhi në një shishe. Pastaj doli fshehurazi nga shtëpia dhe shkoi drejt në stacionin e policisë, ku shpjegoi gjithçka që kishte ndodhur. Mostra e verës u testua dhe natyrisht
përputhej me helmin që ishte gjetur në trupin e Fatimes. Policia arrestoi Etanin, i cili pranoi të dyja krimet. Ai kishte tentuar ta vriste të shoqen për të trashëguar pasurinë e saj, sepse biznesi i tij nuk po shkonte mirë. Ai kishte tentuar ta hiqte qafe Hanën sepse e dinte se ajo do ta pengonte të merrte në kontroll bizneset e Fatimës. Etani u dorëzua duke qarë dhe kërkoi falje, por ishte shumë vonë. Ai mori dënimin maksimal për tentativë vrasjeje. Fatima përfundimisht u rikuperua plotësisht dhe u rikthye të jetë nën biznismene dhe një vajzë e dashur dhe mirënjohëse.